Mbretëria e Ilire tani kishte një ushtri të rregullt, ku çdo person kishte një rol të veçantë. Këmbësoria e lehtë ishte e vendosur në formë falange dhe e pajisur minimalisht. Ata mund të kryenin manovra të shpejta në fushë betejë, si dhe mbyllja e hapësirave apo goditja nga krahët. Këmbësorët e rëndë ishin boshti i ushtrisë. Të mbrojtur mirë, ata qëndronin në falanga të ngjeshura dhe ofronin një mur të pakapërcyeshëm kundër çdo lloj force të kohës. Lloji i tretë i këmbësorisë ishin gjuajtësit ose peltastët. Këta qëndronin në formacion të lirshëm. Roli i tyre ishte të dobësonin rradhët e armikut nga larg, për t'i lehtësuar punën këmbësorisë kryesore. Përdorimi i kalorësisë ishte një veçori e maqedonasve dhe ilirëve. Ajo ishte kryesisht e lehtë dhe përdorej më së shumti për zbulim, mbështetje të këmbësorisë dhe përleshje të shkurtra. Secili formacion kombinoi për të formuar një ushtri të mirëfillt, me këmbësorinë e rëndë zakonisht në qendër, të mbështetur nga këmbësoria e lehtë, peltastët në krye dhe kalorësinë në krah. Pasi gjuanin shigjetat, peltastët tërhiqeshin shpejt fal formacioneve të lirshme dhe i linin radhën trupave të rënda për të bërë punën e tyre. Ndërkohë, kalorësit përplaseshin kush e kush të merrte krahët e armikut.